mundësin e zgjedhjeve të reja. A do të ketë befasi të dielën, cilat janë sinjalet dhe a mund të ndryshojnë deputetët në kampet e tyre në orët e fundit? Këtë çështje diskutojmë me një panel fantastik, ku të ftuar në studio kemi kolegun ton gazettar Ardian Gaxherin. Kënaqësi të jesh me ne. Kënaqësia ime, faleminderit. A një koleg tjetër gazetar kemi me ne, zotri Vullnet Krasniqin. Përshëndetje. Kënaqësi të jesh me ne, zotri Krasniqi. Arton Muhaxhiri dhe Sali Reza janë në lidhje direkte. Zotrin, përshëndetje, kënaqësi t'ju kemi në Kosova Today. Përshëndetje, Knastia Fredon. Përshëndetje. Pas ka Vullneti punë me 3 pejanë, sot. Mirë, po japim për parësia të Vullnetit me që... Pakisat kanë për parësi në Kosovë. Veç asë dhe kameramanet i paskim nga njëta origjinë, sepse ishtë një atmosferë. Me gjitha të e të i kalushme këto, Vullnet që ka ndodhë të te, e gjelja të për kurtin? Qërë mas pari nuk vanë me të kalu një sen pa e kalzu, që fjalia kurtit që nuk i kena numrat, vjen mas 6 mujve që në ka thonë, vish bjerë në punën dhe rritëone, edhe na, ta ne e sheni unë, a i ka numrat ajo. 8 muj. Okej, për 8 muj. Do me thonë, Vullnet, a i bjen që ka dojnë në rend, për ty? Jo, i bjen që gjatë procesit, të numrave, sepse do të më kalzojnë një laj shumë interesant, që tha për nismën, tha me 3 deputeti lip ke 3-4 ministrije dhe tjera, unë nuk baj pazar. Ato e në arsyetime. Kur ka rejt, atëhera tash. Unë nuk po thonë që nisma nuk i ka kërku. Apo kuptan? Po, ama tashti, kur po më thotë që të dejnë dilën në ashta bohat qeveria, tash nëse nisma para 6 mujve i ka lyp 3 ministri, e ka kërkesën e mjejt. Qëta 5 deputet tjerë që kanë me votu, a dhe që kanë me lyp këta? Dhe më thonë, 5 ministri. Nisma, për të qenë korrekt, asë njëherë s'ka kërkuar ministri, asë marrin qeveri, ka kërkuar kryetarin e parlamentit. Po, na nuk i dina që ka ndonë në bisedat që ka qenë, sepse nuk besoj që nisma ka dosh vetëm për kryetarin në kuvendit, sepse ka dosh me marrë pjesë edhe në qeveri, sepse nuk ka kuptim ndryshe. Nuk më të me një parti me një koalicion, edhe shme pas kryetarin edhe në qeveri me se pas asë një obligim se për ndryshe s'kia që shashtë situash, tani që ke bojnë në koalicion. Tash problemi është që shfa situate, ka pru vetën vetë vendosja, edhe kështërë përsëri 2 partit të tjera opozitare nuk po mujnë me e shëndru qëtë situatë në kapital tyne. Edhe e kena liderin e LDK-s, i cili mbram folke në gjumën e kurtit. Edhe folke për listën serbe, që kur asë nuk i një ata, nuk i ka taku kur. E qka të duhet të bënd të opozita në këtë rast? Opozita duhet është me kriju, me marrë situatë të kurtit, edhe me bo një historie për ata si është e kundërta e kësaj. Kapitalizuman. Që i bjen, momenti perfekt, këshqen që ta është që PDK-ja, LDK-ja me akën, me fillu të gjallë me bo koalicionin. Jo ti me dalë, për çdo parti opozitare është utopike, andër është që partia parë me thonë si kam numrat, edhe me ardhë rani dytë. Veç të na ndodhë që edhe partia parë, edhe dyta, edhe treta, thonë, si na asë njoj gatshëm. Kje i bjen që asë një parti, deri shtash që na ka thonë neve, që jena të gatshëm me marrë pushtetin, vish neve na ka jo populli, po aty nëse ka jo, si jetë shumic, del që asë njëna pytyne se ka në gatshëm e korë. Me bo pushtetin. E qartë dhe, zotri Gaxheri, kur jena tek bloku opozitar, është e logjikshme kjo që apo thotë zotri Krasniqi, por pse si pas te po ezitohet me u bo një blok opozitar që mund të afiton të pastaj mandatarin e dytë apo të kryeministër? Po, kjo është një këndvështrim i Vullnetit cilën e respektoj unë, po unë e kom një mendim pak ma ndryshe. Është e vërtet që bloku opozitar do duhet krijohej të bojë një qeveri e opozites dhe do ishte ideale për neve. Por e kemi parasysh fuqim politike të tyre, dhe problemet e brendshme të cilat i kanë këto parti se cila prej tyre, Aleanca, LDK-ja, PDK-ja, krejt kanë problemet e brendshme dhe po ashtu nuk kanë numra. Në qovë se shkojnë në koalicion këto parti, do e ndojnë në 2-3 hise, 4 hise qeverisin dhe nuk do ketë efikasitet. Dhe kjo është kërkesa e zotrit Kurti, që këta mos të jenë, sepse ne jemi këtu, zotri Kurti para gjikon që s'kanë me posë sukses nëse këta bojnë bashkë. Sepse kemi bre faktet, A bazën që të kalume? Sa herë jam konë këta në qeveri bashkë, kur nuk kanë mujtë me shumë. Po mirë, atëherë pëse s'përshojnë rrugë, zotri Gaxheri, pe blokojnë procesin. Falë s'pa Vullnet. Pëse s'përshojnë rrugë, pra, po pe blokojnë procesin. Në qoftë se nuk janë të gatshëm me formu vetë një blok opozitar për me kriju qeverinë e re, pëse pe blokojnë procesin. Këta po thojnë, hajde bën e ti s'po mundesh me bu. Jo, hajde bën e ti pa bashkë. Këta s'kanë qysh me bloku edhe me dasht. E kjo me kam me bu, pra, nësa ta s'do. Ti nuk mundesh me mbo mu pjesë të ekipit tënë me zërë.
Unë s'du me konë pjesë e ekipit tanë. Ti e i pari, ti e kapiteni, ti e ki ekipin bëne. E tash nëse ti s'don me lujt i kujt na afaj. Nëse unë s'du me lujt, shko ti te Vullneti, pse s'po shkon ti te PDK-ja, po shkon veç te LDK-ja, pse s'po shkon te Aleanca, i ki edhe 3-4 opcione, ti pse e tek? Jo, tu takush me krejt. Unë ke tradhtu, unë nuk muj me ardh prap ti me më tradhtu. Apo kupten, është shumë fare e A më ditë në kohë, abdi gjithë ku pramë të ike, nuk ka i natis, s'ban me gjelëzina, nuk jene të do shumë martu. Pa me Gjafer Tahirës, po merët verë që i kom brenda në partinë. Pse pe qetë rallëtin, ose që ka ndodhë mes PDK-s edhe mes LDK-s edhe vetëvendosjes, se një akti që LDK-n pe ndalaj ka me bo qëfar do koalicioni. Se unë nuk... Po pra, hu besimi, gjithë që ka ndodhë me besim, pa besim kur gjos më në. Amo në raport kur të martosh, apo të gjikot e ke pramë, se në politikë të ke nuk ka që se raporti. Ka edhe në biznes, ka edhe në politikë, ka edhe në shoqëri, ka edhe në partneritet. Besimi është një bëgjërave më të rëndësishme. Nëse LDK-ja ka hu besimin në vetëvendosjen, nëse LDK-ja ka hu besimin në PDK-n, LDK-ja është dash me pas një strategji për me dollë partia a parë. Që strategji, nuk ka kuptim. Unë mbeta pa e thonë mendimin, këtë që të rëgjo fola që ka unë nisa me folë. A bënë veç një minutë. Se kur jemi të intervista apo të gjikut, a i tha se synojnë 51%, ndë si e bënë? Pikrisht, po ndërlidh ka kjo me këtë që e potencove e hona. Unë besoj, sepse Zotri Kurti ka ardhur në pushtet si pasojë dështimit të tjerëve, jo nga sukseset e veta. Sepse Zotri Kurti se ka asë një sukses që 25-6 vite në raport me shtetin e Kosovës. Por janë dështimet, veç ta përfundoj të lutna, janë dështimet e PDK-s, LDK-s, AK-s në qeverisje. Ka pas pushtetë. Po mirë, regull, që atash... Ka pas pushtetë absolut të kuptimit që qeverisë vetë. 51% ja ka dhonë populata, 4 vjetë ko, edhe nuk e ka asë një sukses të vetëm, asë në arendë ndërkombëtare, nuk e ki asë një njohje për 4 vjetë nga qeveria e Kosovës, kjo është anomali. Nuk janë problemet e njerëzve, për shtatë një vetëvendosje po vazhdojnë në kone para. Bashkëtojnë problemet e njerëzve. Jo, është problemi njerëzve? Po, i 98% e njerëzve, jo. Ka arrit vetëvendosje me bo problem, po. Sepse opozita nuk ka pas, nuk ka arrit me kriju probleme që është, ka dështu, pse s'u marrë dikush me shëndetësi, edhe me arsim. Nëse veriu që nga kaq e rëndësishëm për mirëqenien e qytetarëve, pse qytetarët e Mitrovicës jugut se votuan? Kjo ka zënë që le për tjerë që 98% shumë pas për Mitrovicën e jugut nuk ka qenë qash me rëndësi që ka ndodhë në veri. E kjo është dosh me konë alarm. Po edhe që është ja veri o tjetër komunë kështu. Po, ama kran. Skuadire që është tjetër komunë, po janë gjitu, me është një jetit qytet. Sani ma problematik që ka pas qeveria Kurti në 2, Sani ka pas ekipin ma amater në herë që e ka pas në herë në qeveri. Edhe vend si opozita me marë me ministrat e kësaj qeverie, me ataku njës që Kurti ka zxedh, këta kanë vendosë me shku me ataku vetëm Kurtin. Po s'ki që ka mi ataku ata krejt kanë aktakuza, shumica për i tënve, kanë aktakuza. Po, që kështë po vetë vendosë me pas kur u kanë dikush me aktakuzë. Po që tu është dalimin mes atyre dhe vetë vendosës. Këto nuk janë parti anarkike, por janë parti institucionaliste që kanë dërtu këtë vend. Vetë vendosje i ka mbrojtur ata që janë aktakuzë për dalim nga opozita dikush që i ka shkarkuar madje nga partit. E kemi rasin Adem Grabovcit, e kemi Agi Veliun që në një farforme e lallë dhe këja. Salio? Nuk po e dëgjojmë Zotri Regjën këtu në studio, në base ta një dëgjojmë Zotri Regjë, andreshe mikrofonin. Ka raste kur janë shkarku ministrat. Isa Mustafa ka shkarku Agarin, e ka shkarku Rikallën, e ka shkarku me të hap një, me të marrë vesh se prokuroria ka hap hetime. Mirë po në isha këthy pak më... Veç o Zotri Regjë, ajmë falj veç pak para se me vazhdu të kujtojmë, e kena pos Ministrë të Bujqësis Rikallën. Bujqësia që logaritët e një ndër shtyllat e zhvillimit ekonomik të vendit tonë është të dheshur nga pakicat. Kjo ka qenë rëndësia që ju ka kushtu. Me që e fillove me Rikallën. Shihet së gjendja e që kena të përëdhimit, shihet GDP-a që i kena këto lidhën saj me Bujqësit e gjitha. Po, Zotri Regjë? Nuk fola për suksese. Jo, kërkoj falje, veç... Nuk ka hera e parë, disa herë unë pajtohem plotësisht në Vullnetin, edhe nese me formu qeveri, unë e kësha marrë Vullnetin Ministrët Kulturës. Po pra, diçka Zotri Regjë që nuk përshojmë të partit, të cilat kur s'po pajtohem për marrë shumë personalisht, pak të njës për mërni, jene shembull i mirë në këtë pjesë. Po ishte shembull dhe duket edhe për parim Rama, kur i fitoj zgjedhjet e thiri ato Arben Vitin me udhëheqësir shëndetësinë. Mirë për Kosova, aq ngusht i shojnë edhe aq është hap një farë hendeku i grindjeve, i luftës mes qytetarëve, për këto ka faj Albin Kurti. Unë veç për ju të regoj diçka sot një ngjarje të vërtet, veç 30 sekonda. Besonin rrugë Cyrit e ndëgjova do të rritë duke kënduar shqiptar,
herë në tete, herë në ketete, Albin Kurti pse në rejke, pse në rejte. Do me thonë qashtë në arkarë, sa... Zgjirojshë këtë video? Urna? Zgjirojshë këtë video? Nuk isha mundësi se shkoj shpejt. Viral ki shku. Dhe vërtet unë mendoj se opozita ish opozita i ka numrat, Albin Kurti i ka 42%, dërsa tjerët i kanë 58%, dhe unë jam i sigurt se ata do ta formojnë qeverinë. Tash fjalë të Abdigjikut që apo... Pra, opozita do ta formojë qeverinë. Me siguri se do ta formojë, atë që tha dhe Vullneti tha, pse hin njeri në politikë, pse formohet një parti në politikë, Fiks. një parti, formohet për me marrë pushtet. Zotri Rezaj, tash ta bëj një pyetje kështu. Në qoftë se bloku opozitar, kushtimisht po e quaj kështu, megjithëse s'ka ndonjë koalicion, nuk e formon qeverinë, nuk arrin ta bëj një bashkëpunim me njëri tjetrin, cila do të ishte përshtypja jote për ta? Po unë jam i sigurt se do të bashkohen. Tash, zdia keni vrejt, PDK-ja kur s'deklarohet. Thot, do t'ulemi, do t'merrem vesh, do t'thot i kalon gjitha dyrët hapur. Vlora Qitaku Vlora Qitaku, sekretare e PDK-s, as se provojme, as se marri mandatarin, si që ka thënë LDK-ja. Pikrisht, keme shku... Tash Vlora, unë nuk e di sa është Vlora, nuk ka qenë sekretare partijës Rexhaj, është sekretare partijës. Në zgjedhje nuk ka dal Vlora, po ka është deputete, është në kryetare kuvendit Rexhaj. Nuk mund të flet ajo pa lidhje, zotri Rezaj. Jo, është në kryetare kuvendit. Rregull. Kjo është ka shumë deklarata, kanë dhënë shumë deklarata, po unë e di se deklarata. Mos të pas kanë ikur lajme së Por, zotri Reza, këto deklarimet e fundit që as nuk e dua mandatarin e as nuk do ta aprovojmë, a mund ti denojnë në vot këto subjekte, pra me që nëse nuk dojnë ta bojnë qeverinë tash, kur shkojnë zgjedhje, a mund të dëmtohen në vot nga populli? Me siguri, ai që e çon situatën, ai që ka mundësi me marr pushtetin, edhe se merr pushtetin, me ushtru pushtetin në këtë kohë krize, ai me siguri se do të ketë vetë vendosja, se ata e kanë... A mdoket e vrejta një fanën teksti pak seksist kur foli për Vlorën, që tha nuk... Ja, absolutisht. Jo, a? Kur the që ajo, jo, po më duket që kur e hedhen dyshim, me dhe me Vlora nuk mund të folë, nuk e din sanë të PDK. Apo? Ja. Ashtu kisha thonë edhe për Memlin, për dikon tjetër, mos e pa vezvese, ha? Po, nëse Vlora Qitaku, thashtë, a do me besu Vlora Qitaku? Unë parimisht prina me besu. Masë nuk besoj që Vlora Qitaku, me që të bagazh politik dele dhe të diçka që nuk i qëndrëm nga pa partita. Po. Vullnet, ta presin nga deri dilën, e prej dilës dikureta e ca fati... O shumë shqetsu se zoti Rexhaj që na me prit për 3 ditë mu bëhë që kë koalicioni që shtu. Dhe më dhënë, unë tani hedhin dyshim, nëse që koalicion bëhë që tash. Edhe Vullnet, që kjo pytja, qka nëse bojnë tash? Vullnet, qka nëse ndodhë? Qka nëse ndodhë për 3 ditë? Po, është pikpytje shumë e madhe. Unë ishtash, çdo koalicion që bëhet çdo ditë. Unë thash për këto të madhe, edhe dyshoj që është një pazar shumë i madh mbrapa pasajna. Pra, nëse vendosja e bën tash, 8 muaj, s'ka logjik 8 muaj ti musha, tash për 3 ditë, gjithë me na dal lidhje me pazaret, por s'ka mundësi pazarit tash. Okej, Arton. Ish pazaret. Po, dëgjon. Po, shkojmë në zgjedhje apo çka ndodh? Po patjetër, vetëm Albin Kurti, edhe pse në momentin që ka fitu 42% të votave, asnjëherë nuk ka pas vullnet me kriju qeverinë dhe institucionet e Republikës Kosovës. Dhe kjo tas në podështohet nëse qonë kjo që apo ndodhë sot në Kosovë. Prandaj të dielën nuk do të themelohet qeveria, mbase ndoshta do të mbledhen kuvendi të tjerë, do të propozohet një kabinet, por më votu nuk mund të votohet. Dhe kjo ketës duke bërë qëllimisht nga Albin Kurti për mos me kriju institucionet për me shku si viktimë në zgjedhje që do të mbahen së shpejti. Dhe blokusi, nëse ka blokusi emër, ka emrin Albin Kurti, ndërsa blokusin e dytë ka Dëmir Abdigjikun, i cili u barikadu në pozicionin që nuk du as me këto, as me ata. Prandaj nuk mund të shfaqsojmë edhe Abdigjikun nga kjo situatë, sepse është ngjajshëm. Ndërsa jo një... Dhe me paraqit LDK-n si një parti e cila... Se qysh është pozicionu LDK-ja ndryshën nga ajo që tha zotri Muhajgjiri? Jo, po dojmë me paraqit LDK-n me demek. LDK-ja qysh është e mundur që s'po dhenë me bo koalicion me neve.
Po, LDK-ja kishe na krejt, bojmë hajgare me ta. Kush ta thirr ata shkojnë. LDK-ja po tregon dignitet, është e vetmja parti deri sot si e krahasu edhe me PDK-n, edhe me të tjerët që kanë mbajtur qëndrueshmërinë e saj në raport me deklarimet që i ka dhënë, përveç rastit që ndodhi me Xhafer Tahirin, i cili pa pyetur kryesin ka shku kryen veti ka marrë atë vendim. Çfarë vota për Ashiqin? Jo, vota për Ashiqin ka qenë konstruktive e tyre, sepse ata kanë thënë konstruktive 8 muaj më herët nga gjeri. çfarë aspekti? Po pse u bë pikërisht 2 ditë para se të ndodhin zgjedhjet lokale fillimisht dhe me kaq vonesë? Po sepse kishte shkelje kushtetuese dhe LDK-ja është parti institucionaliste, nuk voton shkelje kushtetuese. Dhe momentin që nuk kishte shkelje kushtetuese, shfaqe s'ka ende. Unë po të them ty, edhe gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese, se nuk ka shkelje kushtetuese, kjo është legale, por nuk është legjitime. Është ligjore, por nuk është e moralshme, kjo që ka ndodhur me Rashiqin. Ligji nuk mirret me moralin. Me se smirret ligji me moralin, atëherë jemi në rregull. Nuk jemi në rregull sepse opinioni krijohet nga xherë. Por mirret edhe me moralin ligji, nuk krijohet nga vendimet ligjore, kanë dallim narrativa që ndërtohen mbi këto vendime. Kërkosh në Kosovë, shumica njerëzve në Kosovë nuk është që i kuptojnë tamam vendimet ligjore. Po e kuptojnë narrativën që ndërtohen. Ma shumë ju flet atyne, që është këta na refuzun 8 muaj dhe kur erdhi puna e na votuan këta, nuk e patë problem Rashiqi. Po, qysh ka qenë absurde votimi Albrina Xhiut si në kryetare, jo si kryetare, më pas edhe votimi Rashiqit, kështu që ka pasur sot, mund të themi me plot gojë, që të gjitha partitë në farforme janë të barabarta në gabinetin. Edhe unë mendjes po pres, më bën zgjedhjet e jashtëzakonshme, edhe të 3 partitë me fitu, me hub se cila ka pak vota, edhe me u detyru gjithçysh me u bë bashkë, se këta s'kan vullnet e çysh kanë me hub partitë tjera kur 42% ja kanë dhënë popullata Kurtit e ai s'po don me bë qeverinë që 8 muaj, e ti po thu kanë me hum partitë tjera. Mandatarin e dytë për shembull. Populli është as i zgjuar, nuk i han mo këto fore, faleminderit për shprehjen, po partitë që mendojnë ashtu. Partitë që mendojnë si ti jashtëzakonshme hajgare. Partitë që mendojnë si ti. Partitë tjera përpos vetvendosjes do rriten dhe vetvendosja do bie. Pa dyshim është kjo, sepse i kemi 8 muaj që ju ka dhënë mandatari. Njeriu imagjino, shkon në Londër, deklaron që unë nuk po du me bë pazar politik me Fatmir Limaj, se dua t'ja bëj një pyetje. Ai po kërkon shumë. Ai po kërkon shumë. Një njeri i cili nuk është në gjendje me bë kompromis për me kriju qeverinë, me konstituu qeverinë, mirë. Çka është në gjendje me bë kompromis? A e kryve tash? Jo, dua t'ja bëj një pyetje. Mirë. E çfarë gazhirri e kuptova, po duhet ta bëj një pyetje. Kolegma për të. Të lutem, dhe tash çështja tjetër. Çka pra, mas dillës nuk i ka votat Kurti, edhe vjen mandatari këty në dytve. Edhe këta s'dojnë me bë. E tash këta pi legjitimon mos me dashnë me bë, pra këta nuk dytë, këta nuk kanë. Jo, këta duhet me marrë shumë. A e shuan ti pjekuri politike nëse mandatarin e dytë nuk arrin me bë koalicion në nacionin zgjedhje? Nuk mundesh nuk më të jap përgjigje po jo, këtu duhet me ta elaboru pak. Po elaboroj. Pse është? Pse LDK-ja storje për me dyfishu votën. Unë nuk po flas. Mi dona i fot Albin Kurtit me Radojqiqin tu hangër ka dalë aki për me dyfishu. Veç ta dëgjoj. Intereson me për veteran TÇK-s. Para mendoj me Radojqiqin Mimoza Kusari, edhe për gjyqtar gjykatës kushtetuese. Mirë, tash e them, nuk është tash e them, prokuroria nuk fol, tash e them, ata e kanë vërtetuar që është incizimi i vërtetë. Edhe kanë dalë me makinaninë që folin për votë. Vullnet, se këtu janë tash e them, çto që po folni të dytë janë tash e them. Çështja është shumë e thjeshtë. Çka nëse i dyti nuk e bën, çka nëse i dyti nuk e bën, mandatari i dytë nuk arrin me kriju qeverinë, vullnet Gazer tregon zgjedhjet jashtëzakonshme, jam të e thonë që jo kështu. Shkojmë zgjedhjet e jashtëzakonshme. Dhe pastaj t'ja dedikojmë gishtin dikuj tjetër se na dërgojnë zgjedhje. Pastaj sipas gazetit LDK-ja rritet shumë edhe e merr qeverinë e bën vetë. Unë nuk po them që LDK-ja rritet, po unë po them që 3 partitë opozitare të mëdha kanë më urrit në raport me vetvendosjet se populli nuk janë budallënj. Ata ja kanë dhënë 42% Albin Kurtit, 51% 4 vjet, asnjë sukses dhe njerëz kanë nevojë për ndryshim. Zotri Kurti ka ardhur në pushtet se na kemi pas nevojë për ndryshim, po jo ndryshim për mëkes. Kurti del thot, ja, përshtat që këta nuk po do të kërkosh me mua. Ama mu 51%. A jet kjo ende nuk diçka them. Nuk diçka them. Megjithatë Rexha, cili mund të jetë deputetët që mund të blihen, qoftë nga pakicat, qoftë nga partitë shqiptare? Unë mendoj se është shumë vonë tash për me i ble. Janë barikadu partitë me zvetë, ata i ka bo disa... Pazari më i mirë bëhet... Në Zanzi. Ma ka nëzon ditën të ike. Ashta nëzon ditën të ashti për e me.
ajo është produktet që ju dele afati, deputetëve. Mirë po unë ende jam i bindun, të besoj se ish opozita dhe ta formoj qeverinë. Sepse me të shkuar të Ne kanë kryeministër. Partitë opozitare i kanë... Kush është kryeministri i opozitës? Aty për kryeministër Bedri Hamza ka lënë rrugën qelë. Unë për... Edhe Lumiri e ka lënë qelë për vete. Edhe Lumiri e ka lënë qelë për vete. Që to është arsyeja krejt se... Jo, aty nuk është qelë Mos të ishte Lumiri. kusht ky, mbase mund të keshim një bashkëpunim të... Po kush ka vota ma shumë vullnat, sepse do të me 5% vota... Ja, opozita po thotë jo, kryeministri nuk është më Okej, ata të gjejmë Rexhaj. Mbase ne e premrat. Rexhaj, vazhdo. Kryeministrin e morën vesh, ministrat si dohen? Po ministrat është letë bre munda matematik me përqindje të votave që i kanë. Nuk ka, edhe mbajeni mend që OK-ja është deklaru se nuk donë poste. Donë vetëm me qudë Albin Kurtin të shpia. Dhe me thonë, të gjitha pozitat ndohen... Haradinaj nuk donë poste? Qashtu ka thonë a i tash. Edhe dhe me thonë, koalicioni me 3 partive është shumë i thjeshtë. Unë s'di pse po komplikohet. Dhe zotri Rexhaj, pikërisht të sepse bërë atë njëjtën pyetje, po si dolëm pak nga konteksti. Në logjikën politike, kjo që apo thoni jo është shumë korrekte. Pra i pari nuk e bën, tenton me boj dyti. Dhe çështja është, këtu po thuhet gjithmonë se nëse shkojmë zgjedhje do të ndëshkohet i pari. Pyetja ime është, a do të ndëshkohen edhe këta tjerë nëse nuk e bojnë koalicion, nuk arrin koordinim për me shfrytzuar mandatarin e dytë? Pa unë tash besoj se në këtë rast do të dëshkohen gjithë njësoj dhe do ta kemi rezultatin e njej. Pikërisht këtu desh ta dalë. Nëse mendon dikush si Mas pari, është në natyrshme që ka më lënë vullnet me fol, ti për me fjalë, unë s'po ndërhy. O, ti për nal fjalimin... Zotri Rexhaj, vazhdo. Të lutem, zotri Rexhaj. Dhe rezultati njëjtë mund të na dalë. Aty mbetëm. Absolutisht për afërsisht del 2-3% ato nuk luajnë rol. Vetëvendosja do të mbetet do të mbetet prapë, nëse bjen 35 deputet, ma shumë s'mund %, nuk mundet me ra, ende, prapë do të luajë një rol transition për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit. Po unë jam i bindur nëse zgjedhet kjo qeveri, nuk do të ketë problem për zgjedhjet presidentit, se na ja lojmë krejt letë vetëvendosjes me zgjedh presidentin. Dhe të bëhet më Albin Kurti president, a i s'mundet me refuzu me thonë se votojnë në vetën time. Zotë Rexhaj, kjo është një skenar filmi që të jetu e... Nuk mundet me ndodhë kjo atër. Ska shansë. Po skenare ka ndodhë në Kosovë 2014. Do doja për të njëjtin skenar të bisedoja edhe me zotri Muhaxhirin që e kemi lidhje direkte. Zotri Muhaxhiri, a ka mundësi që të ndodhë një kronologji e tillë ngjarjeve siç e përshkruajti zotri Rexha, pra të jemi në një pozicion kur kemi zgjedhjet, por rezultati na del aty dikun. Fillimisht, më kthy te tema e qeverisë nga opozita. Ajo nuk duhet me ndodhë tashmë, sepse ka humbur shumë kohë, diku 9 muaj nga momenti kur ka blloku Albin Kurti. Prandaj tashmë gjithçka është vonë, sepse po vim tek zgjedhja e presidentit dhe për 2-3 muaj një qeveri nuk mund bëj asnjë gjë. Prandaj është mirë si qytetar për me jap një rezultat në zgjedhje që do të vinë me identifiku kush është bllokuesi. Dhe ne gjithë po dimë bllokuesi është veç Albin Kurti, dhe natyrisht shumë pres që do të shkohet Albini dhe jo partitë ish opozitare të cilat kanë qenë gati për të bashkëpunuar, ndoshta jo LDK, por ai si ka dhënë parti tjera, nuk e di nëse parti tjera kanë dashur s'kan dashur. Domethënë ky ka zgjedhur veç një partner koalicioni, të cilin e ka di që mundet me të kur nëse e merr në xhirin e tij. Dhe LDK natyrisht për interesat e partisë vet e ka mbrojtur partinë vetë, ka vepruar asnjësoj, pra nuk u shku me Kurtin. Dhe ne nuk e dim nëse kish pranuar PDK-ja, AK-ja, Nisma, e cila e ka kërkuar kryetarin e konventit, pas njerëz ka kërkuar poste qeveritare. Prandaj sot jemi vonë për ta krijuar një qeveri të opozitës dhe bëjmë mira për Kosovën, për qytetarët e saj, do të shkuanin aty dikun, zotri Muhaxhiri. Çka nëse na del një rezultat aty dikun? Çfarë do të thotë? Po, që ato ka me dalë, që është rreziku kryesor, që na përballet me zgjedhjet e jashtëzakonshme. Është që na kena me hy, sa kena kryer një sot. Është më kjo për ja fut një kot. Qysh ka me dalë, qysh ka me dash ty kroni një saj, kur ti e ke mashtru, e ke gënjy për 7-8 muaj, e ke lënë pesë. Qysh ka me dash një saj? Analiza jame bazohet në rezultatin e 9 shkurtit, në rezultatin e tetorit.
Po ma shumë të në shkurtit. Nga periuda në shkurtit deri me tani, nuk ka ndodhur diçka tragjike që kishmujt me lëviz numrat shumë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, sepse nuk ka storie të fortë asnjëna prej partive. I bjen që jena para rrezikut që ka me dalë nashta 25% njerëzve në votime. Pajtohena me këto. Se çifti jam për shembull, unë nuk kam me dalë, nuk dal me votu më edhe një herë. Çta njerëz të njëjtë që 8 muaj më kam bllokuar edhe e kam bllokuar kuvendin dhe shtetin edhe në fund kur vjen puna me kriju qeverinë asnjëna pyetën s'po do të marr përgjegjësi. Jo, nuk është e vërtetë asnjëna. Është mandatari te Albin Kurti. Nuk mundesh me kërku prej dytit kur e ki pari e ki hupi Albin Kurti, shkoj. Albin Kurti hupi. Këta këtynve nuk ja u ka dhënë populli mandatin, po ja u ka dhënë kushtetuta. Është një farë dallimi edhe aty. Po du me zgjedhjeve për këthenjë dhe Ju lut, na vesh një minutë, se është ka folet shumë kontekst ngusht, kjo farë punë duhet mu pa pak ma largë. Nuk munden partitë opozitare me kriju qeverin tash, për shkak se është kërkesë e zotrit Kurtit që këta më u bo bashkë e zotrit Kurtin zgjedhje tjera me fitu ashtu si dëshirojmë mbi 50%. Pra, çështja ka kundër Kurtit, jo për popullin. Si opozita ka kundër Kurtit, jo për popullin. Partit tjera, në zgjedhje, i fitojnë që ato votat cilat i kanë fitu, e krijojnë qeverin pastaj në herën e dytë, i kallëzojnë popullatës se këta po detyrohen. Me të njëjtat vota që i kanë ato, s'ka nevojë me shkollën njerëz, zotri Gazhir, i kanë votat. I kanë votat, pse me shkollën njerëz zgjedhjet. Ti thaj marr i kanë votat, nuk i kanë votat, se qysh me marr opozita listën serbe me fut mrena, me sa vota dalin pastaj ato parti. Kur zotri Kurti e ka mjell në nacionin, se këta janë me serb, na jemi me shqiptar. Lumiri pra më theke, këta i kanë zgjedh serbt, këta nuk jena komiçu, këta janë kundër shtetit, po s'kena komiçu të me bashkëpunu me ta. Do është dhe, po që ajo qasja, se s'ki kuj qënë, do është me bashkëpunu me ta. Problemi kryesor këtë është që i shesin si diçka të cilën dojnë me ignoru e nuk kanë qare pa i shumë bashkëpunu. E ka bo ka ustë të vetën, që mëse bashkëpunu me listën serbe, duhet një tjetër ekip që bashkëpunon me listën serbe. Po, edhe bjen zero pas dhe ajo parti. Se është vedia qytetare, ti qytetari ka me të votu. Ti pa ka kriju narracionin me Serbi edhe me Shqipëri. Listën serbe mrena. Nuk mundesh me shti. Pse? Se është narracioni i Albini shtini ata. është narracioni i kriju fije për pek kështu. Se ai nuk është ku me fener, nuk ka ndodhë kjo rasisht që ka ndodhë sot. Ai krejt këto sande i ka bo me para përgatitje për 4 vjetë. Luftimin e sërbëve në çdo fort po shtetet e mahët. E po që aty problemi që këto lufta vetëm për pushtet. Kundër reagon, fol Albini unë pedal kundër reagim Atina. Tek politika, tek partia politike, pas ka nevojë për një paraprgatitje, për një krijem të një storje. E kanë dorë për me hekë pi pushtetit Gazhar. Veç që do të me bu kompromis politik. Kur Albin Kurti, ma pozit, ma cikletshme, nga pushteti, nuk ka qenë se sa që tashte. Edhe këta s'me bojnë koalicion. Me dalë liderët e opozitës është bashkë, kur është tash momenti ma i mirë për me fitu, me dalë me full, me thonë, unë e se njët listë të serbe. A vëzëm, kjo është, me thonë, kjo është mja bot shefin Albinit që, o qëre, asë nuk i një këta, jo mëri një, po vend janë. Është një grackë politike të cilën pra kanë rënë. Gracka është u kriju për vetë vendosis, dishtë si pali kondër, dëshmi kriju Grackën tjetër. Por e ka politizu këtë më pas. Si kur të dilin ata... Se në politikë onë, politizohet, është poem për ty. Mirë, atëre, qëka ndodhë arton? Qëka të bëhet në këtë situatë? Si pas vullnetit, ka qenë ish opozita jo cila në farforme, ka rënë në diskursin e Kurtit për të mos bashkëpunuar me listën sërbe. Absurde për faktin se njëta vetë e ka votuar herën e kaluar, ka bashkëpunuar, ka pasur ministra, ka ndarë fondën e KGZ pas Banjskës. Po, realisht, Kurti ka mbil këtë percepcion për listën sërbe që nuk duhet me bashkëpunu dhe një favorme e ka largu për sistemit, që unë mendoj që nëse lista sërbe është kategori kushtetuese, nuk ka asnjë pjesë me bashkëpunu me ta se cila parti, jo vetëm këtu ishë opozitore, po dhe vetë vendosja, cila në prapavim në koqes bashkëpunon, ne kemi parë një moza Kosari lidhen që shlet sa bukur vet me Radojqiqin. Nëse ka dikush lidhje të afërta me listën sërbe, është vetë vendosja. Prandaj, ai për pak nuk është të vërtet. Prandaj, ata duhet të sharu qartë pozicionin e tyre, si vetë vendosin në raport me listën sërbe, pastaj mund të flasin për parti tjera. Por që e vërtet është që kanë kriju një mendoj që është gabim që partitë opozitare me ranë
për faktin, Jam ka lujt fort mirë lojen këtë me listën serbe, partive tjera. Sepse krejt partit, edhe na si qytetare, dim që lista serbe është partit destruktive për shtetin e Kosovës, sepse i kemi faktet. Udhëheqësit e saj dalin në për protesta, kryjnë sulme ndaj sovranitetit Kosovës, e mënyra të ndryshme, sabotim ndaj shtetit dhe problemi këtu qëndron, që këto parti janë më të vetëdijshme në raport me shtetin dhe nuk është puna që janë kundër serbe, po janë kundër listës serbe, sepse ata kanë dhënë edhe faktet, gjitha partit. Po për jashtë ashtë. Kur e boni vetëvendosja tem, u bani këto. Jo, nuk e boni vetëvendosja tem, se me pas bo vetëvendosja tem, s'kish fole jo me Radojqiqin, po tash dole në pah. Dole në pah. Zgjedhjet, po thamë tash mas zgjedhjeve, vetëvendosja e boni tem, edhe këta e vazhdojnë temin e tyne. Pikërisht të dashta me dalë. Se kush ka shkuar në këtë temë e vlerësoj njerëzit nëse shkohet në zgjedhje të jashtëzakonshme. Po, pikërisht. Por mund të aludojmë se një temë e përsëritur nuk është se sjell rezultat. Pra, përsëritja të njëjtës detyrë dy herë, kemi marrë rezultatin e njëjtë. Pra, Jo, Kroni, unë ty ta kom dhënë mundësinë ti me mudheq mu. Ti nuk po dën me mudheq, unë kom e shku me mudheq Vullneti. Se unë kom nevojë për një prirs. Edhe populli nuk është kështu që shpëtu. Edhe se thotë edhe Vullneti, unë s'po du me të udhëheq ty si në këtë rast mandatori i dytë. Prerës. Nuk thojnë ashtu. Po, zotëri, kthehemi në studio një. Nuk ka kurti, ai s'pëdon. Zotëri Rezhaj, pastaj kthehemi te kjo, Artan. Zotëri Rezhaj? Qëre situata është kështu. Nuk ka nevojë Artani shumë mirë, tha, lista serbe apo pakicat janë kategori kushtetuese. Nuk ka nevojë për kur far koalicioni. Thjesht, mandatari i opozitës, cili do qoftë, pe marrim se është i pari Bedri Hamta, e formon kabinetin, e çon në kuvend, edhe votohet nga gjithë deputetet cilët janë, edhe numrat janë. Edhe na nuk duhet me met peng kauzave të shpifura të Albin Kurtit, se në Kosovë tu nis prej meje, unë e kom një kodër 42 varra i kom të njerëzve që kanë luftu për këtë shtet. Nuk mundet me më thonë mu Albin Kurti je tradhtar. Si une janë edhe ma shumë se une, se në Kosovë mu shqit patriot o fështirë, mu shqit trim o fështirë, se ka patriota mbi patriota e trima mbi trima. Unë e kësha formu qeverin me njerë edhe si isha mërzit. Mas 4 vjetëve kauzat e rajshme të Albin Kurtit gjitha harrohen. Duhet me shku opozita, me formu qeverin. Po se formuan, do të kemi të njëjtin rezultat zgjedhjeve. Dhe të zgjedhjet mundë me shku vetëm përmes një mënyrë, dhe ta them edhe që ta. Nese votohet ndo një qeveri që tash prej qëti kuvendi, ndërsa gjykata kushtetuese e shpallë se ai që ka në ky Rashiqi është zgjedhë në mënyrë jo kushtetuese, atër këthemi si në vitin 2020 kur ka ra Abdullah Hoti. Dhe me thonë, bjem qeveria edhe shkojmë zgjedhje. Unë mendoj se kjo është skenari i vetëm i cili mundet me na çu neve. Pse duhet opozita me hin këtë skenar me abo vetit këtë zez? Që mësë ju vota dhe, po të reganë. Çka kanë hinë zgjedhje? Për çka kanë hinë zgjedhje? Kanë hinë zgjedhje për me fitu të parin. Nuk e kanë fitu të parin, ja kanë jap parit, ja kanë pranur, kanë thonë hajde bëne. Se cili si ka thonë ko medali i pari ka rrej. Ka pas mund të medali, asnjëri i pari. Vullnet Rezhaj, më lejo të lutem, kur jemi tek kauzat, tek parimet, lexoj një deklaratë të deputetit të VV-s Mifail Baqinovci, cili ka thënë se lëvizja vetëvendosje nuk ka në fakt vjetë o kuqe me asnjë parti politike sa i përket bashkëpunimit në nivel lokal. As me listën serbe? Në nivel lokal. Në nivel lokal, po. Vetëvendosja në nivel lokal është në nevojë, sepse në shumicën e balotajëve është i dyta. Pra, kur është që nevojë, s'ka parime. Pikërisht, kjo është. Pra, vjetë e kuqeve shkundojnë ata vendosë. Pra, në Rubikon, Data Haradinaj, dhe më dhe patë mrena 5 minutave, digresionin ma të madhë me vetën. Tha, nuk është gabim me bo koalicion me vetëvendosjen, ta një menjerë, tha, kena nevojë ta për vetëvendosjen unik. Dhe më në këtë pikina që të partit që janë në qëtë pozit, që ta është janë a me fitu pejen, a me rujtë me marë një ministri. Po mira, s'ka ka barikadu, dikon me thonë, na s'dojnë a me bo koalicion dhe diçka t'il. Blokad me kryut non-stop. Po, ama a i tipi që ka me jetu në Rahovec, a i vynë me bo drejtar, se a i në Prishtinë nuk qenë punë. A i tipi që është në vështërejë në prezeren atje, a i nuk i këshyrë kush është tradhtar i kombit, a ti i vynë me marë në i pushtet, në i pare atë. Kështë që ata drejtorat në për kryetarët e degve, ata e këshyrin
interesat e asamblejistave, ekipit e tyne që është nuk Nuk mund të vullnet ashtu me kështu, nuk mund, ajo që po thu, për mu nuk është normale. Sa është normal? Kryetari i degë sa kësë në vështre, Se duhet me mendu, se kryetari i ti, a shefi i ti, a që s'pëdi që me thonë, aj e cilëson Zotrin Kurti si njeri të rrezikshëm, dhe këtë tjetëri po shkon me bashkëpunëtorin e të rrezikshmit po bën bashkëpunim. Atëra i bashkëpunëtori të rrezikshmit, çka është i pa rrezikshëm? Ai nuk besoj që drejtori parimore, nuk është normale, nuk është parimore në politikë, barikadime vijat e kuqe që i ka përmend vetëvendosja këto. Ajo parime politike këto, barikadimet vijat e kuqe që i ka krejt vetëvendosjes Vepri Alana se krejt i kanë bërë ata. A është nuk jam tash, a po shkelën, a jënë parimore këto sene, vendosja vijat kuqe, barikadimet, se pe legjitimon, bro, barikadimin e dikojna pe Sulman. Aty o problemi që po i thejnë parimet, e na kemi nevoj për politikanë cilët e mbajnë fjallën e tëre minimumi. Me na jep shembull njeve se si është një lider. E jo njerës që thojnë kjo e kuqe mi u dale bërë. Mirë, e nëse i lyp votën, e bën një fushat para zgjedhore dhe më fund thu po barikadona, nuk po du me marr as mandatarin e dytë, çka i bjen kjo? Kjo i bjen krejt normal. Mashtrim. Pa në verë zëtë Rerezaj. Ka dale, a ma ke dhonë ti mu votën me të dheq? Jo. Tim ki denu mu me votë. Unë ty dytin tretin. Jo, duna unë ty. Elektorat ty ka vëtu ty. Sa votë e ka marrë Ka ke dhonë vullnetit votën. Jo, sa votë e ka marrë ka detyrim, jo une. Sa votë e ka marrë të këja. Mundesh ashtu, a din qysh, po dështën ti tash faji është te unë. A ka marrë 120.000 vota. Kështu është pjesa e kulturës tonë. Na gjithmonë e fajsojmë tjetrin për dështimet tona. Nuk ka fajtor tjetër përpos Albin Kurtit këtë shtet. Nuk ka. Nuk mundesh me gjetë. Ka mundësi vetë njerë, Jo, pyetja është, sa vota e ka marrë Lidë Këja? Vetëm edhe njerë, se Këja, me dalë. zjetën në shkurtit. Të dyat mu bo bashk, i afrohen vetëvendosjes. Do me thënë, ligjërisht, që përstu të që populli e ka votu Kurtin, këto dyja mund me bo bashk edhe me thënë, tash vota e kena, na kena legitimitet njëjtë ma shumë se ti. Po, Qëndran, por, pas nën shkurtit, në sheshin kryesor të Prishtinës, ka dalë lëvizja vetëvendosje për ta shpallë fitoren. Po, Jo, po të këja dhe le të këja. aja ka dalë me shpallë fitoren, edhe i Atër vjen që nuk pas ka qenë fitore. Jo, është fitore, për jo plebiscitare që me kriju vetë ajo. Pra s'ka qenë fitore. Edhe pse ka pas pritja, se nëse janë nga fjalimin Kurtit atë natë, si duket pritja ati një u konë që ka me shku, i ka besu ati 5 nishit gabim, që u konë këqëzë faqe. A di se nuk ka logjik. Jo, nuk ka logjik, jo, për e men, se parë pramja mje ku m'gu edhe një herë. Aty ku flet për partitë rivale, për televizione. Skënderbeu është ripërsëritje, remake i asajna e Nisenitis. Ai njeri i Ditën e mirë, unë duhet me dalë. Zotri Rerezaj ishte knaqësiti Se shetë sa të knu edhe një herë në gjithaj parë zotën. Ka tha? Nëse i shetë këtu knu edhe një herë, që ta në cëre. Ata për tajtë. Herë në tajtë, herë në këtë tajtë, Albin Kurti, pëse në Gjizaj, Gjiraj nëse rastësisht i shef. Natën e fitores së zgjedhjeve, natën kur Albin Kurti ka dalë 42%, para mendoj që ka bo njeri. Ka dalë, ju ka thonë krejtve hajvanat. Edhe tash, qatë hajvanatën a i me shku mi thonë, hajde një sireni, hajvanata jeme, unë bëj me juve qka dënja. Perfekt, po nuk ka thonë as Vedri Hamza, nuk ka thonë as Memlik Krasniqi, nuk ka thonë as Lumir Abdigjiku fjallë tila. Pse s'pe bujmë bashkë pro këta tjerë? Që ka mizën që në ka pëq. Nuk e kam bo. Ne pram të e pa dokumentarin matë për Banskën. Edhe mu kujtu, kërë kena pas bënë në Kosova Today, aktakuzën komplet kena pas prezentu këto. Edhe nëse ju kujtohet, kena pas diskutu për tenderat që lista serbe ka marrë për njëjtën shkollë edhe për Kosovës, edhe për Serbisë, po. Tash, çeku është kauza që opozita nuk e ka përdorë. Vetëvendosja ka qenë për shtet 5 vjetë. 2.100.000 euro kanë qenë që ata të ndërë. Fila të qisi do bon kod vetëvendosjes. Pse vetëvendosja nuk ka shku në ministri, ku ndo bugjeti, edhe mi thonë, me gjithë zyrtartë, edhe mi denu mi thonë, qështja ke jo paret listës serbe për spitalin, i cili a ju ndërtu me paret serbe. Kanë kauza të lifare, ki drejt. Jo, për që sa praktike, se e gjenë dokumentin, e ki personin, më është me akuzu di kanë. Po në shme këshirë paret ku kanë shku. Opozita është në gjëmë rrugën e parasisht e thash. Por a mund të bënd të këta, kur ka qenë vetëvendosje në KQZ që i kanë dalë së sërbe më pas para? Po, ama vetëvendosja është në pështet dhe i konvenon mësë më folë për qëto, edhe më folë që apëtën ajo. Po pse opozita s'pi shuzon këto? Ku është opozita ka ka këtë akuz, e ka zyrtare, është prokurori i cili thëtë që kjo ka ndodhë, që shtu janë marë pare. Janë edhe parlamenti evropian që është ma skandalozja, se prokuroria thëtë, me qëto paret,
që këta i kanë përdorë dy pare për një projekt, këta i kanë blej armatimin. I shkon skandaloze, nëse dikush për opozitët e kështë dalë me argumentu që me paret budgetit të shtetit janë blej armet që u vra afrim policu. Do më thonë, çfarë storje kanë mujtë me kriju, veç me pak, po do të me punu, përgatitje, e jo deklarata, e jo me avlana analistave në studio. Në fillim, kur fillu me emisionin, tregova që këta kanë problemet brendshme. Ti kur ki probleme me vetën, ki probleme me krejt. Edhe këto partit opozitare, se cila prej tyre ka problemet të brendshme. Po vesh ga gjerë këshirë të dënë shikni, edhe shumë pak pushtet ka, a i zëdhën si partisë, do ditë që dokumenta për ediramën për kontrata, për kur kena po, na pripër. Edhe unë pajtona me ty. Këto partit të cilat janë në opozit, ose partit tjera për pas vetëvendosjes, duhet me nëzirë gjdo dit nga një skandal të vetëvendosjes. Kanë me bollak. Kanë me bollak. Po këto të umarë me vetën, kur ja kanë lënë krejt lirimet me Mehtaj, ai është gazetar, ai po punë në ti fantastike, po a do dojë vetëm ajmet. Po vesh, problemi është që gazetarët nuk e kanë përgjithësisë, ata nuk kanë marrë vota. Ata mund me manipulu në kuptimin për me marrë sa ma shumë riq, që është dojnë me storjen. Jo, a i so gazetara i që manipula. Në kuptimin, që të nëse gjeni hollum tem për pecën, për shumë një hollum tem. Se ti këtë qëndrem kondër vetëvendosjes, ti si gazetarë mund është me kapitalizu ata, me ndërtu një historie tanën. Edhe nuk mund është kur gjë me thonë se është mendimi tina, nuk ka përgjithësi politike, se mund të marra si vendim, është thjesht mendim. Jo, mund është me pa ditë nëse se ka thënë vërtet. Ama, nuk ka pesh politike në kuptimin, nuk e ndikan asë një institucion. Ka pesh publike. Publike nuk del më në televizor. Ama ti si opozit. Ka rëndësi shumë vullnet. Sepse në histori televizive mund me inicu pas taj procesit. Për gënjeshtra i kemi politikantë, gazetarët e tregojnë veç vërtetën, vullnet. Deri sot ne me mishë me shpirt, tu pas parasysh çfarë kushte punojmë, e me çfarë paga punojmë, e çfarë pune, çysh e sakrifikojmë na veten, sinqerisht na meritojmë me kon deputat jo ata që janë. Po, edhe ndomja e një historie në 4-15 pjesë për me majtë liqin e krejt portalit për një javë ditë. Po, edhe ajo është këtë normale, se ka loj shikusje se të gjusë. Ka si që e ledzojnë veçtitën, ka si që e ledzojnë gjysë, ka si që e ledzojnë krejt, ka si që e ledzojnë Ne themi edhe një aftë të krejtë një autostat. Me që atë, çdo kush e ka një telekomandë në dorë, një celular në dorë që mund të mos të lexoj atë me medium, portal ose gazetar ose këtë qoftë, të gjithë ku don me u informu, është e drejtë secilit atë. Zakonisht. Sepse sulmi ndaj gazetarëve, mediave nuk do doja që t'i jap. Kum dëgjuni, thashë thëma se di veç krejt Kosova në 4 po e mbojnë pultin. Së është tashë. Ma është e vërtet, Gazar. Mirë, situata që jemi, pra, qka të ndodhë, Abdigjiku tha se do të ndodhë një skenari filmit Rambo 3 të djelen. Të djelen, atë që të thash, do të ketë themelim pozitiv të qeverisë Kurti 3, dhe unë për në tepër nuk të asë qeveri Kurti 3 edhe nëse barë zjedhet e prasë të mëndojnë dhe deletara. Pra nuk e sa më Kurti në fikën ministrë asë njerë në Kosovë pasi ta përfundon këtë pozicion që e mbanë me ilegalitet, në një fond që nuk e dim asot nëse është deputet apo është ministrë, po që është më shumë deputet apo ministrë, ose një deputet që në rolën e feministë. Prandaj, të që ta këto kapulimet që kontrolojnë mundet të tjerë, nuk të tjene efekt dhe nuk të tjene qeveri dhe nuk të tjene qeveri Kurti 3. Qartë, mirë, zotri Muazhiri, shumë faleminderit që është në Kosova today. Faleminderit. Zotri Gaxheri, përfundimisht këtë pyetje kam, zotri Rexha na i dha përgjigjen nga dy duat të tij. Do të bëhet nga mandatori, do bëhet qeveria apo shumë zgjedhje? Unë të djelem pres veç nëse ne djeleve ne shqiptarët bojnë dasë, ma veç në martoft Albin Kurti, se qeveri nuk më besoj që ka me pas. Kemi me shku në zgjedhjet jashtë zakonshme. Ndërkohë, lajmi fundit është shumë fore ma dhe nëse ishtë qitë në votim qeveria dhe lista serbe voton pro. Ka thënë Donika Kërvalla se ky është rreziku për krye kuvendarin në atë rast. Bënë që kjo është opcioni vetëm, kështu ose dikush për PDK-s veç del në njërë protestuese, po nuk ka, sepse gjuha... Pra keti ndonjë informacion... Jo, vetëm po thonë kështu, dhe më thonë, sepse one e di sigur që në bazë deklaratave, se prirna me besu deklaratave të Kurtit, Lumirit edhe Vlorës, që të gjithë janë pajtu me shku në zgjedhje. Po, pra. Dhe në djedhen, do këtë po shkojnë në zgjedhje.
Do të shohim në fakt se çka do ndodh, ajo që duket se ka ndodhur është se qeveria në detyrë mban mbledhje elektronike dhe ka marrë 2 vendime, mund të flasim edhe për vendimet, në fakt bëhet fjalë për ndarjen e mjeteve financiare, duket se nuk ka të bëjë me me përfaqësimin e Kosovës në disa prej platformave të huaja, po kur jemi tek financat, çka do ndodh me buxhetin? Sepse situatën e tillë as qeveria në detyrë nuk do të mund ta propozonte pra një buxhet. Ta shqetosh rreziku. Deri në mars na mundna me funksionu sipas ligjit me disa rezerva që i kemi. Po ato rezerva impulojnë vetëm që më thonë gjanat tepër pagat e punëtorëve shërbimit civil, gjanat që do të më mbijetu shteti, por nuk mund të marr asnjë vendim. Mu që mbani përshtypje është një tender i Ministrisë Infrastrukturës për autostradën që është marrë tashti. Po, pra, është e kundërlidhshme. Unë mund të më spekoj e kundërlidhshme nëse vendi u hap tenderi më herët tash në shkollë fituese. Po hapëm tash është loti tjetër. Jo, po tash është vazhdim aneks kontrati. Ama nëse që tash nëse tenderi u hap gjatë kohës në detyrë, është kontratë shumë... Jo, tenderi është hap shumë ajere. Okej, do më thonë nuk pas ka ne... Diçka po më doket sikur vetë se ka fillu me lëshu dorën pak... Jo, prapë është vullnet parët, se e ka kuptu që nëse do me marrë atë 51%, i vynë pak me shkep pare. Po, këto janë për promovim të vendit, si të qofë, me buxhetin që ka ndodhë, si kjo është rrezik. Me buxhetin vazhdon, me automatizëm, vazhdojnë... Si, s'ka qeveri për ta propozuar, apo se qeveria duhet ta propozojë. Po, për shteti nuk mundet edhe pse s'ka qeveri, shteti vazhdon, ekziston. Jo buxheti. Deri në mars. Jo buxheti, deri në mars. Është një klauzol që në mars ato nuk është e shnetshme. 20% e buxhetit është vetë se e alokuar për kemi qenë asnjëherë situatë të tillë, gjithmonë në momentin e fundit është bërë. Por sipas ligjit për financat publike, unë po thirrna në ligj. Po ligji për financat publike nuk është vetëm për qeveri, po për shtetin. Komplet. Edhe administrata një shtet ku milionat janë avullu me një klik. Unë po folim profesion tamin e di që po foli. Shteti vazhdon, edhe paret ndahen, rrogat dalin. Nuk mundesh me marrë vendim ti se s'ki qeveri, me au shtu rrogat, me au shtu do avantazhe, me bëj projekt, se s'ki qeveri. Do të kalu ligji për... Shteti vazhdon. Vetëm një situatë që kishme mujtë me ndryshu komplet skene politike është në shërbis civil mbesin pa paga. Shëndet, po. Kjo kishë mujtë me ndryshu komplet. Sepse kjo rrezikon në fakt. Kjo situatë e rrezikon atë skema. është për mu shqetësu qysh për shembull. Në Skënderaj ka pas vërshime. Edhe qeveria nuk ka ndonë jetë sa dashtë. Unë jam çudit pse Skënderaj nuk u çum protesta kundër qeverisë për këtë sen. Në pe ka pas vërshime. Qeveria nuk ka ndonë qatë shumë jetë. Se u kam pagu ende domet njerëzve. Se nuk ka një mobilizim, nuk ka pas asë një protest, asë një kërkes kolektiv. Se kemi për pjesë kulturës, na kjo është fatkeqësia jonë. Ka gjerë për pjesë kulturës, është francez, a kanë francez nivelin më të lartë të kulturës politike. Kur qeveria e bën një ndryshim më të voglin, që i prek në gjepin e qytetarëve, ata që kemi një kulturë tillë. Prandaj nuk po ngritemi se ne jemi politikanë, jemi politizuar. Nëse ti ke pushtetin pej, edhe ty qytetarëve nuk pi jepet parja për vërshimet, ku e prek direkt në shtëpi, prek direkt në xhep, që të është momenti që ti me kapitalizu me bon storën tonë kundër qeverisë. Po, ke drejt. Asë një komunë, kështë që shërbis civil mund me bo këtë revolucion. Qëfar të proteste prap do të thirrën në kuptimin që u politizua kjo proces, nuk u politizua, kështu që njerëzit janë të lirën fund të fundit. Jo, mërë marsh, prej Skënderajit e qeveria, pana që të parët s'keni kërka me shku. Po e do thojnë pastaj ka ngrit Samil Ushtakin Skënderaj. Pe ka me thoni ka ngrit Gazmend Muhajeri. Po e ke thonë edhe ti u vullnet. Po, këmë thonë edhe unë edhe, po thonë, Samil Ushtaku është si figure që në momentin që del në publik, ose përmenet për dikojnë, sa është njëri fuqeshëm, jo, rasisht përmenet që ka të shumë, pëse së të kërkush për Enver Hoxhaj, që shkan e kanë dorë dikan. Sepse Samil Ushtaku ka kriju qatë figurë, edhe sa ma shumë që PDK-ja për të nëtonë me ikë për Samil Ushtakut, qa është ma kesh për i del. Jo, nuk bën me ikë për rojve, që aty është gabimi këtë në partive, edhe i PDK-s edhe i LDK-s. Po mundohen me do të ri, me i zavencu frymen e vetë. Atëherë për del për gjenezës. Urani ka mujtë një marrë këtë votat e bekës për njërit fort, vish me pas marrë Samil Ushtaku me vete. Me thonë, qenë, apo dojnë... Jo, Urani e hekje edhe logon e PDK-s, ne më me marë Samil Ushtakun me veti. Edhe të tjerët e kanë hequr, për Prishtinë po flasë. Tjerët se kanë hequr përveç Uranit. Artan, faleminderit shumë. Apo, në pasë nuk është. E kemi përshëndetur. Nga gjiri. Ati në kanë thonë ditën e mirë matë. A e vazhë nuk ishë ma vetën të dera. Zotri ka gjiri, faleminderit. Vullnet prej derës, faleminderit që jemi. Nesër në jona politike, apo? Nesër në jona politike, e ndërsa me juve jemi pas publicitetit, do ta kemi një super intervjist me Johonën, por fillimisht ndjekim pak marketing.